Presidenti rus Vladimir Putin është ftuar për të bashkuar në bordin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump, që synon zgjidhjen e konflikteve globale dhe të mbikëqyrë procesin e qeverisjes dhe rindërtimit të Gazës. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, i cili tha se Putin kishte marrë ftesën e liderit amerikan. Rusia po përpiqet të sqarojë të gjitha aspektet e ofertës me Washingtonin, ka thënë Peskov, pa dhënë detaje nëse Putin është i prirur për t'u bashkuar nismës. Shtëpia e Bardhë ka dërguar ftesa figurave të ndryshme nga e gjithë bota për të ulur në të ashtuquajturin bordi i paqes, që kryesohet nga vetë Trump, por ftesa për Putin pritet të ngrej pikpyetje për shkak të luftës që Rusia nisi në Ukrainë, që së shpejti bën vitin e 4 dhe kur lideri rus nguron për të arritur një marrëveshje paqeje. Ndërkohë zëdhënësi i Komisionit Evropian, Wolf Gill, konfirmoi gjithashtu se presidentja Ursula von der Leyen kishte marrë gjithashtu ftesë dhe do të flasë para liderëve të tjerë të Bashkimit Evropian për Gazën. Zëdhënësi nuk tha nëse ftesa ishte pranuar, por shtoi se Komisioni dëshiron të kontribuojë në një plan gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Por ngritja e bordit të paqes nuk është mirëpritur nga Izraeli. Ditën e shtunë zyra e kryeministrit Netanyahu tha se krijimi i tij nuk ishte bërë me koordinim me shtetin hebre, i cili e kundërshton atë. Ndërsa ditën e hënë ministri radikal i financave, Smotrich, e kritikoi ashpër nismën duke thënë se ajo nuk i shërbente Izraelit. Gaza është e jona dhe ardhmja e saj do të na prek neve më shumë se çdo tjetër. Na takon neve të marrim përsipër përgjegjësinë për gjithçka që ndodh atje, që të vendosim administratën ushtarake dhe të përfundojmë misionin, ka deklaruar Smotrich.